أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Po fillojmë me ligjëratën ose shpjegimin e 62 të shpjegimit dhe leximit të veprës Maraqi al-Falah, Sharh Nurul Idah të Imam Shërumbulalit rahimahullah. Në ligjëratën e fundit kemi fillu me ahkam, dispozitat e ahkamul gjanais, dispozitat e vdekjes ose të vdekurit, dhe kemi ardhur deri te veprimet respektivisht që bëhen para ose në çastet e vdekjes. Folëm për laqinu mautakum, thot hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, laqinu mautakum la ilaha illa Allah, përkujtoni të vdekurit tuaj dëshminë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, dhe kjo dëshmi, tham, është apo trajtohet e përgjysmuar pa pjesën e dytë të shahadetit, pra Muhammedun Rasulullah, siç thot Imam Shërumbulali, për arsye se kjo dëshmi i përkujtohet personit që është në agoninë e vdekjes, në çastet e vdekjes, e që është musliman. Për atë i vlefshëm është përkujtimi vetëm me fjalën la ilaha illa Allah. E nëse bëhet fjalë për jo musliman, atëherë detyrimisht duhet të i thuhet Qul la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah, sepse dëshmia e këtij është dëshmi e pranimit të Islamit dhe nuk është dëshmi e thjesht vetëm dëshmi e dhikrit. Hadithin laqinu mautakum shahadatan an la ilaha illa Allah e regjistrojnë shumica e muhaddithinëve, pra është të Muslimi, të Abu Davudi, Nisaiu, përveç të Buhariu. Dhe ky hadith në këtë parim, pra përkujtimi të vdekurit me dëshminë ose në agoninë e vdekjes me la ilaha illallah, ndërlidhet gjithmonë me ahli sunna wal jamaa. Qila yulaqanu fil qabr, thuhet la yulaqanu fil qabri, nuk i lezohet tallkini pasi të lëshohet i vdekuri në varr. Wa nusiba ila al-Mu'tazila, ky mendim që nuk i lezohet tallkini të vdekurit pasi të lëshohet në varr, është qëndrim që ndërlidhet ose që lidhet me Mu'tazilet. Arsyeja është se Mu'tazilet janë të mendimit se i vdekuri kur përfundon jetën e tij, përfundon çdo gjë, dhe se të vdekurit nuk dëgjojnë atë që ne u themi. Pra, ato bindja e tyre është se nuk dëgjojnë, për dallim të ahli sunna, që ne mendojmë dhe parimi i ahli sunnetit është se i vdekuri dëgjon, dhe do të na vinë hadithe më vonë me sa më kujtohet, te teksti. Wa qil yu'maru bihi, la yu'maru bihi, wa la yunha anhu. Kjo është qëndrimi edhe i madhhabit Hanefi. Tallkini as nuk urdhërohet
dhe as nuk ndalohet prej tij. Dispozita në mëdhebin Hanefi, ka dhe mendime tjera brenda mëdhebit, por se jufta bihi, me këtë jepet fetfaja, do thot, nëse i lexohet, nuk ka diçka të keqe, e nëse nuk i lexohet sërish nuk ka met mangu prej saj. Kejfijetuhu, e i kejfijetu telqin, en yuqal, ja fulan ibn fulan, udhkur dinaka alladhi kunte alayhi fi dari dunya bi shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pra të vdekurit të i thuhet, pasi që të varroset, të mbulohet varri dhe në fund të veprimeve, të i thuhet fjala o filan i biri filanit, kurse në hadithet tjera, në hadithin që flet për këtë çështje, për çështjen e talkinit, ku është bazament, ku ehli suneti e kanë si bazë, është ja fulan ibni fulane, pra në emrin e nanës. Udhkur dineke alladhi kunte alayhi fi dari dunya, përkujtoje fen tënde, me të cilën ke jetuar në jetën e kësaj bote, me dëshminë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe se Muhammedi alayhi salatu wassalam është i dërguar i tij. Tani vazhdon të shpjegon hadithin Imam Shërumbulali, thot, wala shakka anna al-lafdha la yajuzu ikhrajuhu an haqiqatihi illa bidalil. Po shpjegon hadithin, laqinu mautakum bila ilaha illa Allah. Shumica e dietarëve fjalën laqinu mautakum e interpretojnë thuani, pra dëshmien të vdekurve tuaj mautakum. Nëse morim në aspektin gjuhësor, është për qëllim të vdekurve. Alaqinu mautakum. Por shumica e dietarëve fjalën laqinu mautakum e përdorin në aspektin alegorik, jo në aspektin gjuhësor. Mautakum do thot pasi të vdesin. Këtu pra aspekti alegorik është se laqinu thuani ose përkujtonjeni talkinin, pra është fjala talkini, këtu është fjala dëshmia, shahadeti të vdekurve, por në momentin, në agonien e vdekjes. Kjo është aspekti mejazi, aspekti alegorik. Imam Shërumbulali po thot, wala shakka, nuk ka dyshim, anë lafdhe se shprehja, la yajuzu ikhrajuhu, shprehja laqinu mautakum, nuk lejohet të nxjerrët, pra të kaloj an haqiqatihi, prej kuptimi i vet gjuhësor, illa bidalil, vetëm nëse ka argument. Nëse një fjalë ka kuptim gjuhësor, haqiqatan, kuptimin e realt dhe kuptimin alegorik, për të nxjerrë fjalën prej kuptimit realt në kuptimin alegorik, duhet të ketë argument, po thot Imam Shërumbulali. Fayajibu ta'yinuhu biqawlihi mautakum haqiqatan. Prandaj thot, në këtë rast, ta'yinu delil, duhet me pas argument. Përderisa nuk ka argument për nxjerrjen e fjalës prej kuptimit vërtet në kuptimin alegorik, ngel në kuptimin e vërtet. Mautakum haqiqatan, pra sipas këtij mendimi, derisa fjala laqinu mautakum është në kuptimin e realt gjuhësor, pra të vdekurve tuaj, jo atyre që janë në agonin e vdekjes. Fanefa sahibul kafi faidetehu mutlaqan. Wa nefju sahibul kafi faidetehu mutlaqan mamnu. Autori i veprës El Kafi, autori i veprës El Kafi e ka mohu, apo nuk ka pranuar, thot,
cila është dobia nëse të vdekurit i thuhet thuaj la ilahe illa Allah. Nëse të vdekurit ja lexojmë talkinin. Ky dietar e ka kontestu, ka thonë, s'ka dobi prej saj. Kur ja lexojmë të vdekurit. Nefju sahibul kafi faidetehu, pra interesin ose dobien e talkinit, kontestimi i dobijës së talkinit në mënyrë absolute është i ndaluar. Pse? Nam, el faidetul aslije muntefje. El faide aslije është shahadeti i besimit. Është shahadeti i besimit për ti në islam. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Kjo është shahadeti asli që na fut në islam. Nëse personi ka vdek pa e citu këtë fjalë, pra si jo musliman, këti sigurisht se nuk do t'i ban dobi ki talkini që do t'ja knojmë pas vdekjes së tij. Sepse ki nuk e ka bazën, nuk e ka shahadetin aslije. E ai që e ka, që është pra që vdes si musliman, va jahtaju ilehi li yathbut el gjenan li suali fil qabr. Thot Imam Shërbulali thot. Kurse ai që e ka shahadetin, që ka vdek si musliman, te ky ka interes që të vërtetohet ati, sepse ky ka nevojë të thbit për forcim. Ju thabitullah, pra për të përforcu, për t'i dhënë kurajo, për t'i dhënë përforcim të vdekurit në momentin dhe trupit të tij, në momentin kur ai pyetet në varr. Sepse ka hadithe tjera që ndërlidhen me këtë, por kjo shkon në aspektin e dispozitave, se shpirti kthehet tek pronari i tij në varr. Dhe në momentin kur vinë melekët për ta pyetur atë, se kush është Zoti jot, kush është feja jote, kush është i dërguari jote, kështu me radhë, në këto momente, ka ki nevojë për shkalit të thbit që të përforcohet pak, të jepet kurajo. Prandaj kur i thuhet, kur i përkujtohet, kur i bëhet talkini, kjo ka fajde prej saj, ka dobi, sepse e përforcon atë në varr. Wal muhakkik ibn Humam, Kemal ibn Humami, thot, wa hamlu akthari mashayikhina iyahu ala al-majaz, ay min qurbi min al-maut mabnahu ala anna al-mayt la yasma'u indahum. Kemal ibn Humami në librin e tij Fathul Qadir, halo është të shpjeguar hadithin. Thot, disa dietar që e kanë interpretuar ajetin në aspektin alegorik, pra se talkini është për qëllim në momentin e vdekjes, e jo pas vdekjes, thot mebnahu, ki parim, ose ki interpretim, mebnahu ala anna al-mayyita la yasma'u indahum. Ndërtohet mbi parimin se i vdekuri nuk ndëgjon çka i fleti i gjalli. Wa urida alehim qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi ahli al-qalib. Wa ma antum bi asma'a minhum. Mirë po thot, për këto vlen argumenti, transmetimi, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi alayhi salam u ka thënë fi ahli al-qalib, ahli al-qalib është ata të cilët kanë qenë bunor, në pus, në grop. Bëhet fjalë për në luftën e Bedrit. Kur ka përfundu lufta dhe i dhujtarët të cilët kanë vdek, i kanë hedhë, nuk i kanë lënë mbi tokë, sepse nuk lejohet islamikisht me i lënë mbi tokë, kufomët, i kanë hedhë me një grop. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, pastaj u ka thënë atyre, ehlul qalibit, pra atyre mushrikëve ati, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa?
a e gjetët ju atë që ja u premtoi Zoti juaj, pra kujt i ka thonë? Trupave të mushrikëve të cilët i kanë hedhë në grop. Pra këtu janë ehlul kalib në fik. U ka qonë kam pejgamberi dhe u ka thonë, a e gjetëm atë që ka ju premtoi Zoti juaj, që ka ju premtoi Zoti i tyre? Që ka pas me u premtuar përveç zjarrit xhenemit. Se bëhet fjalë për idhujtarët. Dikush i ka thonë, e të dhu me emvaten, apo fol me të vdekurit, ja Rasulullah, prej muslimanve. Apo fol me të vdekurit, apo po ju drejtohesh të vdekurve, thot pejgamberi alayhis salam, ma antum bi asma'a minhum, walakin la yujibun. Ju thot, nuk ndëgjoni më mirë se këto. Këto pra ndëgjojnë më mirë se ju. Mirë po nuk mund të përgjigjen. Sahihul Bukhari është hadithi. Ibn Kemali thot, a nuk mjafton ki hadith, që është sahih, është e Bukhari, a nuk mjafton argument të rasti i Bedrit, se i vdekuri ka dobi dhe ndëgjon, kur ti thuhet, thuaj la ilaha illa Allah, kur të bëhet tethbit, kur të kërkohet përforcimi ndihma e tij, thot mjafton ky si argument. Wataratan, mirë po këto e xhabu, këto që e kanë kontestu këtë, në realitet këto që e kanë shpjeguar në aspekt alegorik, janë përgjigj se Hazreti Aisha është çudit kur e ka dëgjuar, ka thonë si e ka thonë pejgamberi kur ti ato nuk dëgjojnë hadithin, wataratan bi annahu khususiyatun lahu. Dikush prej dietarëve ka thënë po, ki hadith është të Buhariu, Muslimi, po është prej specifikave të pejgamberit që ka folë të vdekurit, nuk është prej të tjerave. Wa taratan bi annahu min darbil mathal. Kjo është vetëm si shembull që kanë bën rreth pra hadithit. Thot këtyre që po tentojnë ta relativizojnë hadithin e Buhariut, thot Imam Shurmbulali, ne thot u përgjigjemi me argumentin tjetër. Innal mayyita yasma'u qar'a ni'alihim idha insarafu. Hadithi transmetohet nga Enes ibn Malik radiallahu anhu, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idha wudi'a fi qabrihi, robi kur të vendohet, kur të lëshohet në varr, wa tawalla anhu ashabu, dhe fillojnë të largohen njerëzit, bëhet varrimi, ceremonia e varrimit, dhe njerëzit largohen, vinë shpejt veta. Innehu la yasma'a qar'an alihim, ki vdekurit që është në varr e ndëgjon zhurmën e këpucëve, zhurmën e ecjes së njerëzve të cilët vinë. Pastaj thot kale, ya'tihi malakani fayaq'udani fayaqulani lahu, thot hadithi i pejgamberit. Në këto momente kur përfundon varrimi, dhe kjo është momenti i leximit të tallkinit, kur njerëzit fillon të largohen, i vdekuri kthehet shpirti i tij në varrin e tij. I vdekuri i ndëgjon ecjen, zhurmën e njerëzve duke ecë. Në këtë moment thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ya'tihi malakani, i vinë të vdekurit dy melek. Fayaq'udani fayaqulani lahu, ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Dhe e pyesin këtë të vdekurin. Thot, çfarë thojshe ti për këtë njeri? Për kë e ka fjalën? Për pejgamberin alayhis salam. Ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul? Qala, amma al-mu'min fayaqul, besimtari islam thot, ashhadu annahu abdallah wa rasuluh. Kur të pyet meleku, çka mendojshe për këtë njeri, pra për pejgamberin alayhis salam,
besimtari islam, thot, atë që e kam thonë, dëshmoj se ky është robi dhe i dërguar i Allahut. Ai që nuk është musliman, nuk mund të thotë se ai nuk e njeh. Ai që nuk e ka njoft nga këto. Fa yuqalu lahu, i thuhet të vdekurit nga ana e melekëve, undhur ila maq'adika min an-nar. Shife këtë dritaren, shife thot karrikën tënde, vendin tënd ku e ke pas në zjarr. Shife vendin tënd, karrikën tënde, pozicionin tënd ku e ke pas në zjarr të xhenemit. Abdal Allahu bihi maq'adan min al-janna. Shife ku e ke pas vendin në xhenem. Tani me këtë dëshmi, Allahu të ndryshoj vendin prej xhenemit me një vend tjetër në xhennet. Qala sallallahu alaihi wasallam fejrahuma jamian, pra i vdekur i shef edhe xhennetin, e shef edhe xhenemin, por nëse është prej besimtarëve, kënaqet me kënaqësitë e xhennetit. Mahallu shahid, rawahu Muslim, sahihu Muslimit, juzi 4, hadithi numër 2200. Për këtë çështje, për këtë hadith ka një hadith tjetër ku thot pejgamberi alayhis salam, një musliman gjatë jetës së tij që çdo herë bën dhikr, çdo herë që e thot fjalën la ilaha illallah, edhe kur zgjohet prej xhumit, gjithmonë sa ti çelë syt, edhe natën, edhe ditën, sa ti çelë syt prej xhumit, e thot fjalën la ilaha illallah. Ky njeri kur vdes, dhe lëshohet në varr, dhe kthehen njerëzit, dhe vinë melekët për ta pyet. Këto dy melekët që përshkruan në për hadith ajo, forma trishtuese e atyre, kur vinë këto melekët, i vdekuri e ndjen, sikur si tham, e ndjen zhurmën e njerëzve, e ndjen edhe zhurmën e melekëve duke ardhur. Dhe i çel syt. Duke qenë se sa herë në këtë botë, që i ka qelë syt prej xhumit, ka thonë la ilaha illallah, edhe në vorrat i mendon se ka qenë xhum. Kur i qelë syt edhe thot la ilaha illallah, akoma pe e pyet melekët se kush është Zoti jot, veç e dha përgjigjen e tij. Pra i shpëtoi sualit ose dënimit të varrit në këto momente, pra, eksakt që këto momente duhet dhe i lezohet edhe talkini, li të dhbit që të vdekurit të përkujtohet, ose të trimrohet, të përforcohet i vdekurit që të thot talkinin. Wa yumkinu al-jam fa yulaqqanu 'inda al-ihtidar li-sari. Thot po, ka mundësi, thot që të bëhet bashkimi i kujt, bashkimi i kuptimit vërtet gjuhësor, që e ka hadithi kuptimin të vdekurit tuaj, dhe kuptimi alegorik që të dyja kuptimet bashkohen për një rast. Lisarihi kauli sallallahu alaihi wasallam, sepse pejgamberi alaihi salatu wassalam ka thënë, fa innahu laysa muslimun yaquluha 'inda al-mauti illa anjathu min an-nar. Sepse thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith që kemi përmendur edhe më përpara, thot çdo musliman që e thot fjalën la ilaha illa Allah 'inda al-maut, në çastet e vdekjes, anjathu min an-nar, do të shpëtoj prej zjarrit të xhenemit. Amalan bi haqiqatin. Këtu veprohet sipas kuptimit të realt. Wa mautakum li tathbiti sual fil qabr. Dhe t'i lezohet edhe të vdekurit që të përforcohet i vdekuri, të jepet kurajo, të jepet përforcim, ndihmë të vdekurit inda sual, kur të pyetet fil qabr, në varr. Lema rawa Said ibn Mansur, sepse thot transmeton Said ibn Mansuri, wa Samura ibn Habib, wa Hakim ibn Umair, kalu, këto kanë thonë,
idha suvija ala al-mejiti, kur të shtrihet i vdekuri në varrin e tij, wa ansarafa an-nas, dhe largohen njerëzit, kanu yastahibbuna an yuqalu lil mejiti, këto që i transmetuesit po thonë pra, kanu yastahibbuna an yuqalu lil mejiti inda qabri, preferohet që të vdekurit, pra kur të shohet në varr, të drejtohet në varr, të mbulohet varri, kur të largohen njerëzit, kur të fillojnë të largohen njerëzit, është e preferuar çka? Që t'i thuhet, ja fulan, kul la ilaha illa Allah, thalatha marrat, ja fulan, kul rabbi Allahu, wa dini l-Islam, wa nabiyyi Muhammad. Pra, Said ibn Mansuri, Samura ibn Habib dhe Hakim ibn Umeir, këto kanë preferu, këtë prej sahabëve, kanë preferu që të varri, në momentet kur pyetët njeriu, preferohet që t'i thohet atij të vdekurit, o filan, thuaj la ilaha illa Allah 3 herë. Ja fulan, o filan, thuaj Rabbi Allah, Zoti im është Allahu, wa dini el-Islam, dini jem, feja jem është Islami, wa nabiyyi Muhammad. Këtu du t'u përkujtoj hadithin të cilin transmetohet ku është bazë, ku mbështeten dietarët e tjerë të 4 shkollave, se është çështje për të cilën thonë se absolutisht nuk ekziston asnjë argument sa i përket talkinit, dhe si i tillë kalon në bidat. Uruvja an Said al-Azdi transmeton, dëgjojmë hadithin ku mbështeten dietarët islam për talkinin. Qala shahidtu Aba Umamata wa huwa fi an-naz'i. Qala li ya Said, إذا أنا مت فافعلوا بي كما أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم. قال لنا إذا مات أحدكم فنثرتم عليه التراب. Thot pejgamberi alayhi salam na ka mësuar, Ebu Umame e shpjegon hadithin. Thot na ka thonë, kur dikush nga ju të mbulohet me dhe, pra ku në varr, falyakum rajulun minkum inda ra'sihi, le të çohet dikush prej juve dhe te koka e të vdekurit, thumma liyakul, le t'i thot, ja fulan ibni fulane, ja fulan ibni fulane, o filan i biri filanës. Ky është argument se talkini kur të lexohet në emër të nënës, jo në emër të babës. Asnjë argument nuk shpihen në emër të babës. Kjo është hadithi i vetëm që qartë në e ban, ja fulan ibni fulane, se ka ta mërbuta, është gjinies femrore. Fa innehu jasma, sepse ai çka është në tokë, pra në varr dëgjon. Lakinnehu la yujib, porse nuk përgjigjet. Thumma liyakul, pastaj le thot, ja fulan ibni fulane, o filan i biri i filanes, fa innehu yastawi jalisen. Ai sikur që është i shtrirë, qohet ulur, i vdekuri. Thumma liyakul, ja fulan ibn fulan, o për të thot t'i thuhet 3 herë. Fa innehu, yani al-mayyit yaqul, arshidna yarhamak Allah. Në thuaj, në udhëzo Zotit mëshiroft. Çka ke urno, çka po do më thonë? Ndihmo diçka. Arshidna yarhamak Allah. Thumma liyakul, pastaj le thot, udhkur ma kharajta alayhi min ad-dunya, shahadata an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
kujtoje pra se ke dalë nga kjo botë me dëshminë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është i dërguari i tij, wa annaka radita billahi rabba, se ti ke qenë i kënaqur që Allahu është rob, është Zoti i jot, wa bi Muhammedin nabiyya, dhe se Muhamedi ka qenë pejgamberi i jot, wa bil islami dina, fa innehu idha fa'ala dhalika, kur ta thot këtë pra, qala al munkeru wa nakir, munkeri dhe nakiri, melekët të cilët kanë ardhur për të bërë pyetje, ukhruj bina min indi hadha, ma nasna bihi wa qad lukina hujjatuhu, sepse ki e thot pas teje, dhe ki kur e thot njëni tjetrit i thon melekët, dil prej këtu, sepse ki e veproj atë që u desh të veprohet, duke i ja përkujtuar atë që ja përkujtoj i gjalli. Fekile, dhe dikush ka thonë, ja Rasulullah, fa in lam a'rif ummehu, por nëse nuk e di, nuk ja dim nanën e ti, sa di si ishte ja fulan, ibni fulana, por nëse nuk e dim emrin e nanës, se ti, se dim kush është. Ka thonë pejgamberi, ensibhu ila Hawa, lidhe me nanën e njerëzimit te Hazreti Hawa. Hadithin revahu at-Taberani, hadithin e gjeni te Imam Taberani, wa hassanahu Hafidh ibn Hajar. Imam Hafidh ibn Hajar al-Asqalani e ka konsideruar hadith hasan. Ka mendime se ky hadith është i dobët, ka mendime të ndryshme rreth hadithit. Ka hasan, ka dhaif, ka megjithatë. Ajo që ne na duhet tani, ajo që ne e marrmi për argument, hadithi dhaif, pe marrmi verzionin më të dobët, hadithi dhaif, bittifaqil ulema, si pas konsenzusit të gjithë dietarëve, hadithi dhaif mund të përdoret fi afdaliyat, për veprat që nuk kundërshtohen me çështjet e besimit, me parimet e islamit, hadith të vepruarit me hadithin dhaif është rregull dhe pranohet. Dhe ajo që më konteston ky hadith, sado që të jetë i dobët, nuk mund që veprat të vlerësohet bidat sepse ka një bazë. Ma në thot dikush, po, ose përgjigja e kësaj është, po të kishte qenë hadithi mutawatir, atëherë talkinin nuk do të kishte ngel nivelin e mustahabit as sunetit apo të preferumës, por do të kalonte në nivelin e farzit ose vajibit. Prandaj Imam Neveviu e preferon yustahabu Ahmed ibn Hanbali, po ashtu shumica dërmuese e dietarëve të mëdhenj të hadithit dhe të fikut kanë preferuar që të veprohet me këtë hadith, pra me talkinin, e me theks të veçantë, ulemat të cilët kanë jetuar në Sham, sepse transmetuesi i hadithit ka jetuar një kohë të gjatë dhe në Sham. Pra hadithin që e ka transmetuar se është ahad. ويستحب لأقرباء المحتضر وأصدقائه وجيرانه الدخول عليه للقيام بحقه وتذكيره. Thot, është mustahab e preferuar që momentin në njeriu kur është në agoninë e vdekjes, është njeri të vdek, si themi ne, që në dhomën ku është ai i shtrirë për vdekje, preferohet që të jenë të afërmit të tij, familjes së tij, shokët e tij, fqinjët e tij, me theks për qëllimi i prezencës së tyre, që nëse kanë ndonjë hak që ja bojnë halal dhe të kërkojnë halallëk, dhe t'ja përkujtojnë atij shahadetin, dëshminë la ilaha illallah.
sepse në këto moment antarët e ngushtë familjes, edhe këto është një pikpyetje sa do të kujtohet kjo, që wa tajri'ihi wa saqihi al-ma. Subhanallah. Është mustahab për të ndihmuar në sekeratul maut, në të çastet e vdekjes. Wa tajri'ihi wa saqihi al-ma. Tajri' në gjuhën arabe është kur jep ujë dikujt pak nga pak, me lugë të vdekurit apo me diçka tjetër, kur është momenti i vdekjes, është mustahab e preferuar që me i dhon nga një pikë ujë, jo me pi shumë, sepse se duron organizmi i tij, sepse ai ka dhimbje, ai ka etje të madhe. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith, wa na'udhu billah, Zoti na ruaj prej këtyre momenteve. Në këto momentet kur njeriu ka temperaturë, sekeratul maut, dhe ka nevojë për ujë, për etje, vjen thot shejtani, i paraqitet shejtani me një ujë në dorë, me një ujë të freskët. Dhe i thot, besom se unë jam Zoti jot, ndash me të dhon ujë, ndash me ta hek etjen. Pra tenton që në momentin e fundit t'ja vjedh imanin, t'ja vjedh besimin. Edhe nëse ju kujtohet në ligjëratën e tham se në momentin kur vdes dikush, nëse e thot dhe një fjalë pakëndshme, ne nuk guxojmë ta paragjykojmë se, për shembull dikush i ka thënë vdekurit thuaj la ilaha illallah, edhe ai nuk është me tije, nuk është në lidhje me tije. Ai thot jo. Kur thot jo edhe unë gjykoj, kështu i thash me thon la shahadetin, ai tha jo, vdish, Zoti na ruaj, sepse ai në atë moment ka tjera lidhje. Ndoshta ky njeri në këtë moment i përgjigjet shejtanit duke i thonë la, nuk besoj Zot. Ati i përgjigjet, ati e keq interpreton dhe merr në qafë, pastaj me akuza dhe me trillimet të tillë. Thot, është për këtë arsye, për t'ja larguar sadopak eshtjen atij, është e pëlqyer që anëtarët e familjes, kujshit, shok, dashamirët, me qenë aty, që edhe pse ai nuk kërkon ujë, se s'ka fuqi për të kërkuar, her pas here me i dhon nga një pikë ujë të vdekurit për t'ja tejkaluar që mos bjen pre e shejtanit. Yadhkuruna fadla Allahi wa sa'ata karamihi wa yuhsinuna dhannahu billahi ta'ala li khabari Muslim. Në ato momente duhet me i përkujtu ati vlerët e Allahut, duhet me i përkujtu të mirët e Allahut, pra, sepse edhe me pas paragjykimet të mira ndaj ati që është në ato momente. Sepse khaberu Muslim, hadithin në Sahihun e Muslimit, thot pejgamberi alayhis salam, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Të mos vdes askush prej juve vetëm se duke menduar mirë për Allahun. Annahu yarhamuhu wa ya'fu anhu. Wa khabar as-sahihain qala Allahu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi. Të mos vdes fukahat, që kuptojnë këtë? Të mos vdes dikush kur të vdes në çastet e vdekjes, në agonien e vdekjes. Besimtari islam është e preferuar që të anoj me shumicë në mëshirën, në shpresën dhe të ketë bindje dhe shpresë Allahu xhaleshanu do të mëshiroj mua. Të mendon mirë për Allahun, punë të mira, jo të mendon se po më denon. Pra fukahat thonë, kur njeriu është në agoninë e vdekjes, në momentet e fundit të vdekjes, ihsanu dhann ose yuhsinu dhanna billah, duhet që paragjykimi i tij, mendimi i tij, duhet gjithnjë të mendoj te mëshira e Allahut xhaleshanu. Sepse thot, Allahu xhaleshanu thot, unë jam aty ku është mirësia e njerit për Allahun xhaleshanu. Kurse në jetën e përditshme, jashtë kësaj, duhet me pas baras pesh.
duhet me u frikë prej dënimit, po duhet edhe me pa shpresë të mëshira. Jo me u liru keq, po habe se Zotin fal mu, edhe bën çfarë dush, habe se Zotin fal dhe mos vepro. E as e kundërta, se me që unë kam bën mëkate dhe Zotin dënon, atëherë mos palon mëkat pa punu, dënim për dënim, s'paku. Pra, kur është një jetën e përditshme, duhet me mbajt balansin mes frikës dhe shpresës. Por në momentet e fundit të jetës, duhet mushtu niveli i shpresës dhe i mëshirës të Allahu Gjalleshanu, sepse thot Allahu Gjalleshanu, unë jam ati të robi jem kur ai mendon mirë për mua. Kjo është i mas hadithit të transmetuar të Bukhariu dhe të Imam Muslimi. Wa yatluna indehu surat Yasin lil emri bihi, është mirë që te i vdekurit lezohet sura Yasin derisa të jetë gjallë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ma min maridin yukra'u indehu surat Yasin illa mata rayyanan wa udkhila qabrahu rayyana. Subhanallah. Pra, para se me vdek është fjala. Preferohet leximi i surës Yasin në prezencën e të vdekurit, sepse thot pejgamberi alayhis salam, nuk ka ndonjë të sëmur që tek ai, pra në çastet e fundit, lexohet surja Yasin illa mata rayyanan, e vetë se ai ka vdekur, rayyanën është i ngopur, i kënaqur, i ngopur me leximin e Kur'ani Kerimit. Wa udkhila qabrahu rayyanan, edhe në varaj do t'jen i ngopur me leximin e Kur'ani Kerimit. Prandaj këto janë shenja të mira, dhe edhe pse disa dietar kanë thënë bashkohor, në këto momente në vend surës Yasin duhet lexohet surja Ar-Ra'd. Li qauli Jabir, sepse Jabiri radiallahu anhu thot, fa innaha tuhawwinu alayhi khuruju ruhihi. Surja Ar-Ra'd kur i lexohet, e lehtëson, e ndihmon ndarjen e shpirtit nga trupi. Ki është mendim, thënje e Xhabirit radiallahu anhu, nuk është thënje e pejgamberit, po sigurisht se Xhabiri nuk e ka thonë nga vetja e tij. Pra, leximi i këtyre surave, siç thot Allahu pejgamberi alayhis salam, se këto njerëz në atmosferën e Kur'anit, të leximit të Kur'anit kur të vdesin të ngopur. Unë po tregoj një rast që ka ndodhur tash frikë prezent, kam shumë dëshmitar në rrjetet sociale, një djalë, një burr, ta them, jo shumë i vjetër, moshës 50 e diçka vjeçare, kemi biseduar sande me atë, diku mos mes natën, diku rreth orës 1:30, 2. Kemi biseduar edhe 2 natë përpara, po atë natë ka pas minimumi 50 veta atyne, edhe kur hyri ai, thot, o hoxh, thot, më tregot diçka për Islamin, më çoj kjo fjala, më kujtoj atë. Thot, më tregot diçka për Islamin, se jam shumë i uritur të mësoj Islamin. Nuk po mund të ngopem sa duhet të ndëgjoj për Islamin. Nëse kemi bën mohabet, kur i me çur mëngjes, na ka lajmin se ai kishte dorëzuar amanetin te Allahu xhallahu. Inshallah, përfundimi i veprave tona, ndarja nga kjo botë, është me duke arrit kënaqësinë e Allahut xhaleshanu, dhe deri në ligjëratën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.